se e dija se çfarë më kërkonte gruaja ime. Dhe e dija që çdo fjalë që thoja mund të kthehej në luftë në shtëpi. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Rrëfimi që sot do të sjell pranë jush është një rrëfim shumë i ndjerë. Një rrëfim tepër emocional, një rrëfim që na tregon një anë që realisht nuk duhet ta nxjerrim tek të tjerët. Të harosh motrën, të largosh motrën nga ambientet ku jeton ti, të dalësh në një ambient tjetër sepse gruaja jote nuk e duron dot motrën tënde, ky është mëkati edhe gabimi më i madh që ti mund ta bësh në jetë, edhe kundërdrejt pikë së pari njëherë kundërdrejt Zotit dhe më pas kundërdrejt vetes tënde. Ditët e fundit po e gjej veten shpesh ulur vetëm, me duart që mua më dridhen edhe me mendjen e mbushur me faj e me shumë keqardhje. Ndoshta ky është rrëfimi më i vështirë i jetës time, por duhet ta them të paktën një herë, që të shfryj shpirtin tim, që të kuptoj se si arrita deri këtu, si e lash motrën time për hir të gruas sime. Motra ime ka qenë gjithmonë në zemra e familjes. Ishte vetëm pak vite më e vogël se unë, por më jepte forcën si të ishte më e madhe. Si të ishte shtylla e shtëpisë tonë. Kur humbëm prindërit, ajo nuk qau asnjë ditë para meje. Më shikonte drejt në sy dhe më thoshte mos u dorëzo. Ne e kemi njëri tjetrin. Ajo më mësoi në fakt se çfarë do të thot familja. Por jeta ndonjëherë nuk të jep kohë që ti t'i kthesh borxhet shpirtërore. Motra ishte e sëmurë, vite me diabet, vite me gjilpëra, me dieta, me kriza e me dobësi. Edhe shumë pak njerëz rreth saj që ta kuptonin atë. Unë isha i vetmi që i rija pranë, të paktën kështu e mendoja. E besoja se asgjë nuk do të na ndante kurrë në asnjë moment. Dhe, duke e patur gjitha të lumturinë, unë vendosa që të dashurohem. Dhe aty filloi gjithçka, pikërisht në momentin kur unë u dashurova. Gruaja ime në fillim më dukej e mirë, më dukej e qetë, e butë. Të them e doja shumë, e doja pafund gruan time. Madje i thash vetes se më në fund po ndërtoja një familje të re. Një fillim të bukur realisht. Në fillim gruaja ime sillej mirë me motrën time. Por ngadalë, shumë ngadalë, fillova të shihja një ndjenjë të ftohtë në sytë e saj. Një lloj bezdije, një lloj lodhje të sforcuar, sa herë që motra kishte ndonjë krizë apo kishte ndonjë nevojë për ndihmë, gruaja ime vepronte. Edhe një ditë më tha hapur: unë nuk duroj dot më këtë situatë. Nuk mund të jetoj me sëmundjet e motrës tënde. Dua që të sin time, ose unë do të largohem për gjithmonë. U shokova. Unë ndjeva sikur dikush më shpoi në gjoks. Si mund të zgjidhja këtë problemin? Si mund të vendosja mes gjakut tim dhe gruas me të cilën unë po ndërtoja një jetë? Por presioni i saj, fjalët e saj, sikletet e natës, nervat, grindjet, gjithçka u bë aq e rëndë sa fillova t'i shmangesha motrës time. Ajo ma ndjente këtë gjë, ma shikonte ndryshimin në sytë e mi. Më thoshte: je mirë? Diçka po të bren. Por unë nuk flisja, se e dija se çfarë më kërkonte.
gruaja ime. Dhe e dija që çdo fjalë që thoja mund të kthehej në luftë në shtëpi. Deri kur erdhi dita e mallkuar. Ajo ditë që unë nuk e harroj kurrë. Motra pati një krizë të rëndë diabeti. Më mori në telefon dhe zëri i saj dridhej. Më tha vetëm, vëlla, hajde, s'mundem. Unë isha me gruan. Ajo u tërbua nga telefonata. Më pa drejt dhe më ulëriti. Nuk do të shkosh. Mua më ke këtu. Mua më lë gjithmonë. Nuk dua më këtë dramë në shtëpinë tonë. Unë heshta. Unë griva. Sikur dikush më kishte lidhur duart, sikur realisht nuk mundesha që të merrja frymë. Motra më telefonoi edhe 2 herë. Nuk e hapa, e nuk e hapa. Dhe ky është faji që do të më ndjekë gjatë gjithë jetës. Më pas një kushërir i ynë më mori dhe më tha, motra është në spital, mezi e shpëtuam. Aty më ra bota e zemra munda në dysh. Vrapova, shkova në spital me sytë plot lot, me frikë, me faj. Kur hyra brënda, motra më pa me një buzëqeshje të mekur edhe më tha, e dija që do të vije, edhe nëse do vonoheshe. Ajo më falte pa thënë, por unë nuk e falja veten dot. Qëndrova me të gjithë natën, i mbajta dorën. Ajo më shikonte me sy të lodhur, por të ngrohtë. Pas disa ditësh, motra u kthye në shtëpinë e saj, e dobët, e lodhur, dhe unë fillova të shkoja më pak. Gruaja nuk duronte as emrin e saj. Derisa një ditë ajo më tha, zgjidh, ose unë, ose motra jote. Unë çfarë bëra? Unë e lash motrën, e lash vetëm, e lash me sëmundjen, e lash me frikën, e lash me vetmin, thjesht për të ruajtur paqen në shtëpi. Mendova se ishte zgjidhja e dur, mendova se po mbroja martesën time. Por çfarë mbrojta në të vërtet? Mora distancë, nuk shkoja më shpesh, nuk e telefonoja çdo ditë, nuk e kontrolloja sikur dikur, dhe ajo nuk u ankua kurrë. Thoshte vetëm, ri mirë vëlla, mos u mërzit për mua. Kjo fjali më dhëmbe dhe më shumë se çdo gjë. Vitet kaluan, gruaja ime sërish s'u kënaq kurrë, ishte e pakënaqur, e ftohtë dhe e hidhur. Ndërsa motra ime u bë edhe më e dobët, edhe më e vetmuar. Dhe e kuptova shumë vonë se çfarë kisha humbur. Tani kur i vetëm e mendoj the me veten, motra ishte njeriu që do të më donte deri në frymën e fundit, por unë e lash për një dashuri që s'më dha as gjysmën e asaj që ajo më falte. Tani jam unë ai që ndjem i smur, me sëmundjen e shpirtit edhe të fajit të mungesës. Nëse do të kthehesha pas në kohë, do t'i thoja gruas, nuk zgjedh kur dikë që më ndan nga motra ime. Dhe mesazhi im në këtë rrëfim është ky që mos i lërni motrat e vëllezërit për hatër të grave.